patur shtet, Shqipëria nuk do ishte këtu, kështu që ata eksponent që janë sot në protest, janë të gjithë që çojnë ujin në mullirin e Edi Ramës dhe Sali Berishës. Dhe ky është fakt dhe nuk e lëviz topi. Tiku, tani nga bërthama që ishit ju, kush e ka marrë në dorë protestën tani? Kush janë ata që ju po thoni, që thatë pak më lart, që po e çojnë ujin në mullirin e Berishës dhe Ramës? Kush janë këta? Një nga këta është Genti Progni. Një, dy, unë mbase është në fushën tuaj dhe do ndihesh i shokuar, dhe Osman Stafa ka qenë një njeri që gjithmonë ka ngren nga dora e Sali Berishës, por lase se qiqet sot, se ka bërë këtë proteza, pat protezu, hidh. Tani, hisyve mund t'i edhësh dikuj që nuk është marrë me këtë punë, po jo mua dhe shumë të tjerëve këtu në tjetër. Jo të kundërshtoj pak këtu, jo sepse kemi kolegë në fushën e medias, po ata kanë bërë denonstime çdo ditë në media për problemet shëndetësie e tjera. Ju pse mendoni kështu? Unë mendoj kështu sepse e kam qartësuar veten në mënyrën se si këta akumulohen në të gjithë të protest. Dhe nuk mund ta marrësh një protest peng që thua është e popullit dhe drejtohet nga disa eksponent. Dhe nëse unë vi nesër dhe them, mund mes asaj proteste, kush nga ata atje do ta pranoj që unë nuk e dua Izraelin, unë nuk e dua Amerikën, unë nuk e dua këtë. Po pse do të servelosem unë Amerikës e Izraelit të çdo kujt atje? Madje për punë e Izraelit, një tjetër aktivist, ai ka bërë pjesë tek Partia Shqipëria Bëhet, Ilir Xhemalaj, ai është një njeri atje që rrim brapa mikrofonit, si të them unë, si ata bodyguardët që rrim brapa Edi Ramës. Kështu që ka shumë eksponent aty që të vjen për të vjell, jo për të shikohesh në protestë. Madje ka dhe shumë të tjerë, herë njëri i qet ushtarak, tjetri i qet biznesmen e këtu me radhë. Për dritanin e keni këtë ushtarakut? Jo, ka disa dritanë të tjera, aty dritani është i nderuar e respektuar në këndvështrimin tim, po dritanin unë në një intervistë me një kolegun tuaj që kam thënë dhe do ta them që për dritanin kam mbrojtur do të ruaj një respekt të jashtëzakonshëm, madje dritani aty u përdor nga disa mendje mykur, siç e kam thënë edhe tek një kolegu juaj, është përdorur si nga disa mendje mykur, por ka të tjera aty brenda që as ushtarak kanë qenë, as luftë kanë kryer, postiera kanë qenë dhe kanë dalë sikur këta janë nga ata njerëz që zihen për disa shoqata e jo më për karrige të kësaj natyre. Tani, ndërsa për atë qeleshën e gjithë me radhë kam shumë penj për gunën e tyre. Po megjithatë, koha do t'i vërtetoj dhe siç ka vërtetuar nga fillimi im dhe deri tani. Për qeleshën e keni fjalën për Arbenin, për Arben Kolën, po. Dhe qeleshja si duket i ka mbyllur punët e tija me këtë protest dhe tani sjell njerëzit vërdall. Unë di të them vetëm një gjë, që nëse Shqipërisë nuk i del zot, ose si ta themi më qartë, nëse një diçka nuk e ke zanat, mos u bëte lall në fshat, i thona nga anët tona. Dhe unë do t'i thoj atij qeleshes, nëse s'ishe i Zoti, shtaçonje Shqipërinë atje ku duhesh, mos e triq një popull zvarr, sepse nuk mund të rrish ti në shesh, thirr, hajde Ramoviçi e dim të tërë tani. Ne çfarë do bëjmë? Ramoviçi ky thirr Ramoviçi brith lart e poshtë. Ramoviçi tallu me këta. Njeri quan budallënj, njeri quan shushunja, çfarë i vjen përmbar atë? Po më duket qesharake tani. Po lexoja komentet e bisedat e kaluara që ne kemi zhvilluar bashkë, edhe shumica e njerëzve ishin dakord me konstatimet që ju bëni. Por pyetja e tyre, e disa prej tyre ishte që dakord, ju e keni bërë këtë konstatim tani, po çfarë do ndodh në vazhdim? Si e shikoni vazhdimin edhe fundin e kësaj? Pra, do mbyllet me vapa në gushtin, do kemi parti politike, do ketë një marrëveshje, sepse është paralajmëruar që qeveria mund të ketë një takim me një grup pak ditë më parë, po tani s'është dëgjuar më këto ditë e fundit. Pra, si do vazhdoj? Kjo është problemi. Si do na kap vjeshta? Dëgjoj tani si do na kap vjeshta. Do të them një muhabet dhe këtu është edhe në intervistë dhe kjo do mbetet. Mbas një shtatorit te gushti do fshota çka kalojnë këta. Si duket plazhin si vjet e than këta, s'ka si vjet plazh. Po s'ka plazh për këta, se këta kanë të tjera mendime dhe nuk kanë hall se do mbasin plazhin, këta kanë të gjëra të tjera. Po mbas një shtatorit dhe ande, po të them një gjë. Ta matrapazët do t'i shikosh ti
nuk do t'i lënë direkt motrës së njëri tjetrit, nënës së njëri tjetrit dhe çdo kujt njëri tjetrit. Mbasi 1 shtatorit andaj këto fjalë do t'jenë xhevair nga goja ime, nga këta matrapazët që drejtojnë protestën sot. Mbama mend të fjalë dhe kur të vi koha do t'i dëgjosh këto fjalë. Thoni që do zihen me njëri tjetrin. Këtu do jemi dhe do ma mbash mend fjalë që po të them. Këta matrapazët do t'i shikosh ti, s'do t'i lënë rrënjë deg motrës njëri tjetrit, nënës njëri tjetrit, gruas njëri tjetrit e çdo gjë. Këtu do jesh do t'i mbash mend. Shqiptari për atë që do të përfitojë është razi të shesi dhe nënën. Pra nuk ta fal suksesin, nuk ta fal. Pra, këta nuk do t'i lënë direkt njëri tjetrit. Mbama mend fjalë po them, këtu nuk po them shqiptari, flas për këta, se jo të shqiptar, se ka shqiptar që kanë, unë për shembull, po lë kohë nga koha ime dhe po jap të pamundurën që të bëjmë atë më të mirën me aktivist në diasporë dhe aktivist patriot, jo aktivist arrogant, jo aktivist, më fal për etikën, për të shitur mend dhe s'dua ta kaloj etikën për të shitur gjëra të tjera, duke ardhur me makina të shtrenjta, kujtovën se bën ndryshimi. Madje nesër është thirrur një protestë madhështore, kam nëse zgaboj. Po, janë bërë thirrje edhe për të prishur këtë koncertin e këtij Pikërisht. Mban mend Lul Bashën? Luli tha, Rama se do kryeministër tha. Po, se do ai kryeministër, këta Ramën e kanë kryeministër, nga njëra çadra e kanë filluar si Saliu, kilometri fundit, e kësaj radhe, Rama s'është me kryeministër, Rama vazhdon kryeministri, këta shkojnë pas ditën piknik, janë rregull, ato thënjet na i kanë neveritur, me atë Shqipëria e re, me atë Rama ik, edhe të venitur, të ngordhur, i lutem, Rama ik, se ngordhur, Rama ik. Na vazhdon. Po më lejo ti u kundërtoj tani që ata, pavarësisht gjithçkaje, ka dhe një mendim tjetër që këta, pavarësisht metave, pa mbajnë gjallë atë protestën aty. Me zvapës, korrikut, presionit, e të tjera, prap Tirana pëgëlon. Mund ta shikojmë kështu? Shiko, një popull i kaq vojtur, i kaq torturuar, një popull që i është shpreh shpresa, një popull që është vrar fëmija, një popull që është lënë pa ilaçe, pa spitale, pa drejtësi, pa arsim, pa infrastrukturë, pa asgjë. Domethënë, unë mund të përmend këtu një sër arsyesh nga këto. Kryeministri i këtij vendi, dhe do të dalë në fund tek pyetja, kryeministri i këtij vendi shkon dhe jep 4 miliard lek për një koncert. Dhe tani po vinë shpëtimtarët, siç erdhën 2 herë dhe do shpëtojnë protestë madhështore nesër. Sigurisht biletat janë shitur, lekët kanë shkuar aty ku do shkojnë. Të gjithë kanë marrë atë që u takon dhe këta për të larë gojën dhe për të larë duart me këtë popull për të thënë që ne e kundërshtojmë, do bëjnë këtë marifetin e nesër. Këtë të sigurojmë, ky është realitet. Pra ju thoni që nesër nuk do ketë ardhje të diasporës në Tiranë për të mbështetur protestën? Diasporja mund. Dilber, diasporja mund. Përse unë nuk e marr mundësinë të shkoj me atje në atë protestë?